Personazhi që do të vi tani këtu në fakt e ushtron shumë pak punën e tij si kamarier, sepse ai pretendon që është një artist i madh. Dhe ne gjithë kemi kënaqësinë të dëgjojmë historinë e radhës lidhur sigurisht me jetën e tij artistike. Presim kamarierin ton artist. Hapni mërë dritat mërë. Ne sot kemi gëzim. Ersira më trem. Shokën më preku këtu. Më trem. Po të jetën beda duke u penguar më vla. Bjerë këtu, bjerë atje, gremisu këtu. Më në fund e gjeta avendirin e jetës sime. Orkestra një me dhem këtë lutem. Mamë ke moj, do marrë një rrugë moj. O mamë ka ime. Apo do të shkoj atje ku pula gurë, moj, mamë ka ime. Apo do më marrë mali shumë, moj, mamë ka ime. Ne, mbaroj me kaq. Po mbaroj me kaq. E përkthyër në vargje do të thot, të dua atë dhe, të dua vatan, detyra më stret, ushtar në Afganistan do vete. Edhe se kam problemiq, si fillim do të vete ushtar. Pastaj do punoj si regjizor, me grupet amatore të Kabulit. E më jep një pak zemër ju lutem se ushtar të shkoja. E aty, do të shkoj në Afganistan, mos kujtoni se s'ma mban. E mos kujtoni se s'ma mban, se jam trime ka vedan. Unë jam ushtari më shëmbullor i botës, dhe kjo për disa arsye. Mua, aeroplani nuk më ze, se unë të rridhë në aeroplan kam qenë. Plumbi më falni për shprehen, ma amu nëse unë jam dredharak. Po shikoni më sa më shkojnë robat gjanë, me treta shkjo më shkojnë robat shumë. E katra, unë po piva 3 dopjo, më duken të rarë mishtë si djem gjagjallarës, po ku kam frigur më gajë? Unë dhe për para, se kam problem. Këngë partizan e di, edhe tjetra do me thënë, ku ta kisha ishta kisha lafin unë tani se, e ashu, ta zemë se do t'jem në Afganistan, e zu. Po unë po t'i ki në Afganistan, do qaj tër Shqipëria, më shbeni këshu. Po mirë më babaj sa mori vesh, me zima gjeti balin do me thënë, se unë lëkundem shpesh, më pusi dhe më tha, shqipoje babajt, më tha mua. Mamaja nga bëri së gëlljash. Po si e, të gjithë shokët pinë me lekët time, edhe lëshonin të lumbacën në qelin blu. Po si, edhe klubet, i oqën të gjithë mbulesat dhe tavolinave dhe i vunë në gjysëm shtize të gjithë klubet, i mba një këshë. E po një merak e kam pa. Ta zemë se jemi në vijën e partë të sulmin në Afganistan. Ngriesh në mëngjes, pi kafen, kembën në një legen me ujë të ftohtë, edhe lot dominove edhe një shok ta zemë nga Gramsci. Me 2 shtotaj. Ku kam 2 shi dhe munë? Me 5, s'kam. Me 6, sa lëshoj dofjo 6 të ndomino, kur thejt njari, erdhe talebanët, ku të vete unë, erdhe talebanët, do vete në automatiku direkt. Do mundohesh ta shkresh, lesh. Të gjithë plumbat ma dhejnë gërdecat, dhe ku shkejnë ata e shtu vetë. Mirë po, talebanët po afrohen pa. Edhe unë me dinakrinë time, i përshëndet me i busqeshje dhe ju këndoj një këngë të Tarkanit. Ojna me shëgjedëm, shëgjedëm, ojna me shëgjedëm, shëgjedëm, ojna me shëgjedëm. E kuptojnë ata që janë djali mirë, më lëshojnë mua. Me njëre kuptojnë, por nuk do ri shumë kohë ushtarë. Unë do punoj direkt regjizor. Do punoj regjizor dhe i shkëlqyer. Do ve me Kabulasit dhe Kabulasit, Palatin 176, Kovedin dove në Kabul, se që mi gjeti mua, shumë bukur.
Po unë kam një film në mendje që juve, e di sa do të çuditeni. Do t'ja u tregoj vetëm fillimin se ma visni më kopjoni. Është introduksioni, do me thënë kolona zanore. Edhe fillon. Kamera, panoramon qatit e i qytetit. Një oxhak lëshon pak tym. 3 fëmijë afganë me pile jashtë lozin me dhera. Janë të gjithë nga këta të vejlit. Kurse një 20 gratë nga arkuara me shkarpa, zien kush ban peshë më shumë nga këto gratë. Një fak kua në qelë dhe pa pritur lëshon një glas. E ndjek kameraman një glas, bie glasa në tokë, coptohet, ngrihet për strit coprat, bashkohen në ajrë dhe kam zjerë titullin e filmit të shkëlqyer. Se kam zjerë akoma titullin. Kurse i thelash për në fund, mora një libër, Afganistan që pa mësues. Edhe ata gjerësis i thonë Al-Kelhem, kurse i gjatësisë Shakdahar. Më vonë shtivëj Al-Kelemi, dore, po Shakdaharin e të shpendur, atë kam